deklaratat e Trumpit kanë shkaktuar një efekt në opinionin publik në Rusi, në establishmentin në Rusi, një pjesë e establishmentit ata të kahut ultra nacionalist dhe ashtu quajturit patriotik po kënaqen, sepse ata duan, si thuash, një armik shqiptari, ndërsa pala tjetër që janë për një afrim të Rusisë me perëndimin sërish dhe me Shtetet e Bashkuara në veçanti, e interpretojnë këtë si një reverancë më tepër të Trumpit për përdorim të brendshëm dhe për të krijuar një imazh që Trumpi është edhe kundër Rusisë gjithashtu. Në fakt, siç e vënë në dukje shumë specialistë këtu, tema e Ukrainës për Trumpin është një 10% të gjitha, le të themi, atij grumbulli të madh problemesh që mund të shqyrtohen, të diskutohen, të realizohen, dhe biles paralelisht me këtë sot ka pasur deklarata të forta për avancimin, tashmë të avancimit të bisedimeve për shfrytëzimin e materialeve toksore ruse së bashku me firmat amerikane. Pra tokat e rradha që thon, tokat e rradha, po. Po zhvillohen bisedimet për zhvillimin ekonomike.